A është në rregull nëse studioj fakultetin e drejtësisë apo është e ndaluar? Vetëm magjin është ndaluar me studiu. Kretë ulemat janë të pajtimit se studimi i magjisë është i ndaluar, është haram. Edhe për kuriozitet, nuk ban. Shkenca tjera, si kurse meselja fakultetit drejtësisë, nuk është ndalume. Na mundime me bisedu gjërë edhe gjatë, të besosh se ka ligj tjetër më i mirë se sa ligji i Zotit, ta përkrahosh një ligj tjetër përveç ligjit Allahut, a ka shariat tjetër që na lejot neve me u gjyku përveç shariatit të Allahut. Këto e mesele që mundemi me i diskutu, a ban pastaj me punu si avokat, gjykatës, prokuror, edhe këto mundemi me i diskutu zbashku, në për tubime, në për naje, në për simpoziume, në për diskutime të ulemave të mëdhaj, e jo në për pyetje përgjigje të Instagramit, të Facebookut, edhe 1 minutë të gjysë edhe me uqu me ba huti në mesin e popullit. Studjeje nëse veç e kenis, shkruaj një shkollë e cila ty të bandobi, dinit tani bandobi, familjes tane, që mundën me ta pa khejrin dini Allahit, edhe pse s'ka nevoj dini për ty as për mu, mund me ta pa khejrin popullit ku jetan te, mund me ta pa khejrin shoqëria, shteti, ku ti jetan. Pastaj, kur ta kryen ti fakultetin, nëse veç po e dan këtë fakultet edhe e ke nis, hajde të une, ose shko të nejhës tjetër, edhe diskutojmë çka me bati me atë shkollë, qysh me i ba dobi njerëzve. Gjithmonë ka vend për mirë kuptim, jo për arogancë, për bërtima, për huti, ka daldale. Nisja falu, vllai i dashtëm, fale namazin, mësoje besimin, banu i dashën, i sjellshëm, i dobishëm, student i mirë, kujdes nga aroganca, nga urrëtia, nga përçamja. Nuk kemi nevojë me bë zhurmë njëri me tjetrin, me u përla, jemi një popull i vogël, i vujtën, jemi të dash me ecë ka khejri, me ecë përpara, jo me u përqa dhe me u përla, në emër të disa fetvave që në origjinë kanë arsye tim, por forma se si publikohen, si i marrin njerëzit, si i ndryshojnë, i këpusin, etjer, është e pahishme. Allah na përmirësoft.